Familja Mehmeti nga Shalsi i Konispolit prej 15 vitesh merret me kultivimin e agrumeve. Pas kthimit në emigracioni, ata vendosën t'i përkushtojnë plotësisht bujqësisë, duke parë mundësitë dhe fitimin që kjo kulturë ofron në zonë. Bodrini 62 vjeç dhe bashkëshortja e tij Murvetja 59 vjeçe e kanë kthyer punën me tokën në mënyrën e tyre të jetesës. Çdo ditë pa kursyer kohë dhe mund, ata kujdesen për parcelat e agrumeve që janë burimi kryesor i të ardhurave për familjen. Mandarina kam 15 vjet të parat. Kemi portokalle, kemi dy lloj portokallesh, kemi mandarina poshtë, kemi ullishte, gatë të gjitha jemi shumë të kënaqur. Se shikuam fitimin bollën, fshatarët nga Konispoli ata merreshin që në Greqi me mandarinën, pam ata, pam tutje në Greqi, filluam ne këtu. U kthyet dhe investua direkt në pjesën e agrumeve? Po. Kemi punuar në Greqi, mbas në Greqis, erdhëm këtu, mbollëm këto mandarina këtu. Kemi bjell plot, kemi rreth 3.500 të gjitha. Kemi investuar ish djali në mes që punon, ka ikur që vete ish qonë të emborët poshtë e këta tregtarët, më falë. 15-16 vjetë kemi. Që bledhime, që punojme, kemi gatë gjitha llojet. Është e vështirë pjesa e bujqësisë? Jo, ne kemi me dëshirë, ne si çfarë e vështirë, kemi me dëshirë që e bim. Është e bukur? Shumë e bukur, shumë e mira, me prodhime të mira, me gjitha të mirat. Sipas tyre, prodhimi i këtij viti është i kënaqshëm. Megjithatë, puna për kultivimin dhe mirëmbajtjen e pemëve është intensive dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit. Menjëherë pas vjeljes, familja Mehmeti drejtohet pikave të grumbullimit për të tregtuar prodhimin e tyre. Kjo mundëson që agrumet të futen shpejt në treg dhe të sigurojnë të ardhurat e nevojshme për sezonin. Si është prodhimi si vjet? Shumë e mirë. Shumë e mirë mua. Shumë e mirë, edhe ndonjëri ka bërë shumë gabim që ka thënë ndonjë llaf. Ja ku është, jo timi, jo kjo tona, po kudo që të veni edhe të shikoni mandarina shumë e pastër, shumë e mira dhe punojnë me shumë rregulla. Të gjithë fshatarët, që nga Konispoli, që kanë më teknologji, se kanë punuar më shumë në Greqi, neve të gjithë me radhë. Për kujdese duan që në fillim këto, ja me mbaron kjo, fillon spërkatja, me krasitje. Tani është koha e vjeljes. Po. Ngrijeni herët në mëngjes? Qojmë, në orën 7 vim, në 7 e gjysëm, në këtë orë vim në fush. Vim të në mëngjes. Dhe në qa ore punoni? Dhe në orën 10, si kemi në 1 ikim, kur kemi punë më shumë në 3. Si ka qenë prodhimi si vjet? Shumë i mirë, ja, si që shikon. Prodhim i shkëlqyer, pa i pastër. I blini dhe më pas ku i qoni? I qojmë, marrin tregtarët në përpika. Përveç mbështetjes së familjes, aktiviteti i tyre ndikon edhe në punësimin e shumë punëtorëve sezonal. Gjatë periudhës së vjeljes në parcelat e kësaj familjeje, punësohet një numër i konsiderueshëm punëtorësh, duke kontribuar në ekonominë lokale. Po, erdhi pak i varfër tani, ka filluar përsëri. Janë këta të lushnjë që janë shumë të nderuar, të respektuar, të gjithë tregtarët. Punëtor keni marrë apo i bëni? Po. Punëtor. Sa punëtor? Po ja, sot janë 9 punëtor. Dje kishte djali 11. Si që vete puna? Nga zona apo nga qytetet e tjera? Nga zona, vine nga qytetet e tjera, po ne kemi nga zona. Kam motrën, kam këta bashkëtari, kam. Mendoni t'i zgjeroni si përfaqet me agrume? Po. Se neve kemi edhe blet shumë, edhe merremi me blet, ne merremi me agrume. Unë jam këtu gjithmonë bashkë me djalin tim. Jo punëtorët i kemi sezonal. 5-6 punëtor i kemi për gjithmonë sa baron kjo fushat. Historia e familjes Mehmeti tregon se përkushtimi ndaj tokës dhe puna e palodhur vazhdojnë ta mbajnë bujqësinë gjallë, me prodhim të mirë, ndikim në ekonominë lokale dhe një traditë që po i reziston kohës. Kjo familje mbetet shembull i qartë i forcës së fermerëve të zonës.